Sot hapet aplikimi për skemën kombëtare të bujqësisë 2026, e cila parashikon një fond prej 5.2 miliard lekësh, që përkthehet në 12 masa dhe investime. Në konferencën përshtyp, ministri Andis Salla tha se deri më tani ka rreth 5.000 aplikime, të cilat kryen përmes platformës i-Albania. Skema kombëtare sot dhe besoj që para se të vija këtu, mora një numër, një shifër nga dita e sotme që fermerët kanë aplikuar dhe deri tani janë mbi 5.000 aplikantë parë që brenda një kohe shumë të shkurtër orari ka një interes ndaj skemës kombëtare edhe për ta vënë në dispozicion siç ne kemi vënë në 12 masat ndaj skemës kombëtare, ka një afat ndaj 25 me 25 pra një mujor dhe një mundësi për ta rishikuar dhe njëherë nëse në gjëra do të jenë në faktin në aspektin ligjor dhe në kohën e duhur për mjaftueshme për të gjithë fermerët. Pra i kanë lënë një akses të plot fermerëve që të aplikojnë të gjithë dhe të bëhen pjesë e skemës tonë kombëtare për të përfituar në ato 12 masat që kemi vënë në dispozicion. Duket që ka një interes të shtuar për një orë të caktuar mbi 5.000 fermerët e parë janë online duke aplikuar dhe vazhdojnë rritet numrin nga momenti në moment për të bërë pjesë e skemës tonë kombëtare.